Këshilli i Komunës së Gostivarit me propozim të kryetarit Valbon Limani solli vendim që të ndajë 1 milion denar për familjet e viktimave dhe të lënduarve nga tragjedia në Koçan. Seanca e jashtëzakonshme nisi me 1 minutë heshtje në përkujtim të 59 viktimave. Kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani në fjalën e tij tha se dhimbja është e madhe për tragjedinë e Koçanit, ndërsa uroi që vendi i tragjedive të këtilla të mos ketë më kurrë. Pas ngjarjeve të cilat ndodhen në Koçan këtë ditë dhe për të cilat të gjithë ishim dëshmitar, unë si iniciativë duke ditur se do të kem përkrahjet pa rezervë nga ju të gjithë këshilltarët, iniciova deri te kryesuesi i Këshillit të kemi këtë seancë të jashtëzakonshme, ku kam propozuar një shumë të them simbolike për 1 milion denar si ndihmë për të gjithë viktimat dhe të gjithë ata të cilët pësuan dhe kësaj ngjarje tragjike. Me këtë, bashkë me ju të gjithë ne si një trup, të dërgojmë një mesazh solidariteti dhe mbi të gjitha një mesazh uniteti i cili na duhet më tepër se gjithmonë tani. Besoj se kjo pikë do të kalojë unanimisht dhe bashkë me ju do ta ndajmë, themi, dëshpërimin të cilën e kanë ato familjar, sepse ashtu siç thonë, gëzimi i ndarë është gëzim më i madh dhe dëshpërimi dhe pikëllimi i ndarë është pikëllim më i vogël. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që ju përgjigjet kësaj thirrje sot dhe shpresoj që në të ardhmen të mblidhemi veç për iniciative dhe projekte të mira. Kryesuesi i Këshillit të Gostivarit Namik Durmishi ka apeluar që edhe qytetarët e Gostivarit të tregojnë solidaritetin e tyre dhe të ndihmojnë edhe ata nëpërmjet formave të ndryshme familjarët e viktimave dhe të lënduarve. Personalisht, këtë tragjedi nuk mund gjej fjalë, nuk kam fjalë si ta përshkruaj. Ka tragjedia që na ndodhi në 16-in e Treshit në Koçan, ku humbën jetën 59, do kisha thënë lule, sepse të gjithë janë 3 viktima, e u lënduan me qindra të tjerë. Me dhimbje të thellë e trishtim e pranuam këtë tragjedi dhe dash Zoti pra që mos ndodh asnjëherë. Lus familjarët të gjejnë forcë ta përballojnë këtë tragjedi. E di se e kanë shumë rënd, të gjithë e kemi rënd, po lus të gjithë qytetarët të jemi të unifikuar, siç e kemi Gostivarin tonë pra, një bashkëjetesë të gjithëve, sepse humbja e jetës është humbja e jetës dhe ky është një rast shumë tragjik për neve. Lus të gjithë qytetarët edhe për një humanitet, sa do pak të lehtësojmë pra me këtë humanitet dhe të jemi të bashkuar sot o kur, pra të ndihmojmë dhimbjen dhe ta lehtësojmë dhimbjen e familjarëve. Lus Zotin për shërim sa më të shpejtë të lënduarve, qofti për jetëshëm kujtimi e u preshin në paqe të gjithë ju, pra më të dashurit që humbën familjarët ju edhe gjithë ne, në ngushëllime të sinqerta nga unë personalisht familjarëve. Vjolca Baftiu Zulbeari, këshilltare e BDI-s, ka shprehur ngushëllime në emër të grupit të këshilltarëve të kësaj partie. Këto janë plagë që nuk shërohen. Është dhimbje që nuk ka fjalë t'i lehtësoj. E sot kjo dhimbje nuk është vetëm e familjeve që kanë humbur të dashurit e tyre, por është një dhimbje e të gjithë neve. Po, kombi i qanë bitë e vetë, dhe me lotë në sy, ne lutemi që shpirtrat e tyre të pushojnë në paqë. Edhe në këtë dhimbje të madhe, nuk jeni vetëm. Zemrat tona rahin me ju, duart tona janë të shtrira për të ju mbështetur, dhe lotët tanë janë dëshmi, se ata nuk të harohen kurrë. O preshin në paqen e përjetshme këta 59 engjuj. Drita e tyre do të mbetet gjithmonë mes nesh, me dhimbje të pamadhe dhe ngushëllime të thella nga grupi i këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pika ka kaluar me unanimitet votash dhe ishte e vetmja në rend të ditës. Faleminderit. Ndryshe, në tragjedinë e 16 marsit në Koçan, në diskotekën Puls, jetën e humbën 59 persona, kurse qindra të tjerë mbetën të lënduar.